Shumë mirënjohje për ardhjen sot, edhe pse është një ditë pushimi në këtë paradite, për të ndarë së bashku disa momente dhe për të diskutuar mbi disa linja kryesore të buxhetit të bashkisë, por edhe të buxhetit të shtetit për vitin që po troket. Dhe më vjen shumë mirë që më në fund kemi një projekt buxhet të qeverisë së Partisë Socialiste, i cili ka si kryefjalë pensionistët. Më vjen shumë mirë që pas një rrugë të gjatë, pas një përpjekje të gjatë, ne kemi arritur që të krijojmë kushtet financiare, fal rritjes së ekonomisë, fal reformave që nxitën ekonominë dhe fal në radh të parë mbështetjes së palëkundur të shumicës shqiptarëve që na dhanë mundësinë të ndërtojmë një projekt afatgjat për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ne kemi vendosur, kemi angazhuar në dispozicion të pensionistëve 1.7 miliard euro plus që do të disbursohen gjatë mandatit ton të 4, duke filluar nga janari i vitit që vjen. Dhe çdo vit do të financohet 2 fishi i vitit më parshëm. Pra, çfarë pensionistët do të marrin në 2026, do të 2 fishohet në 2027, do të 3 fishohet në 2028, do të 4 fishohet në 2029 dhe do të 5 fishohet në 2030, që do të thotë do të arrim objektivin që pensionin mesatar të plot në zonat urbane ta kemi 400 euro dhe pensionin minimal në zonën rurale ta kemi 180 euro. Është një sforco shumë e madhe nga pamja financiare, por është një sforco që ne më në fund mund ta bëjmë pasi jo vetëm është diçka që e kemi synuar dhe dëshiruar dhe është diçka plotësisht e merituar për pjesën më delikate të shoqërisë që janë gjyshri dhe gjyshet tona, por nga ana tjetër mund ta bëjmë pa cënuar pjesën tjetër, pa cënuar rritjen ekonomike, pa cënuar të ardhurat që duhet vendosim për të gjithë ato aspekte të jetës përbashkët që lidhen me fëmijët, që lidhen me gjeneratën e re, që lidhen me kopshtet, që lidhen me çerdhet, që lidhen me shkollat, që lidhen po ashtu edhe me të gjitha institucionet e përkujdesjes, që nga kujdesi shëndetësor tek kujdesi social. Më vjen shumë mirë po ashtu që në buxhetin e vitit që po troket, qysh nga janari, paga minimale për të gjithë shqiptarët që jetojnë me punë dhe që sot e kanë 400 euro, do të shkojnë në 500 euro. Dhe 500 euro do t'jetë paga minimale jo vetëm e përsërisë, jo vetëm atyre që punojnë në sektorin publik, sepse kam dëgjuar që thuhet kjo gjë që amëse kjo është për punojnësit të shtetit, jo, do t'jetë për të gjithë shqiptarët që punojnë. Dhe paga minimale 500 euro është vetëm hapi i parë i mandatit të ri, sepse brenda mandatit 4 ne jemi zotuar ta çojmë pagën minimale 700 euro. Që jemi zotuar që në Shqipëri mos ketë një pagë më të ulët se 700 euro dhe do ta bëjmë
hap pas hapi gjatë këtij mandati. Po ashtu, për shkak të rritjes pagës minimale, do të rriten dhe pagat e tjera. Do të rriten pagat e tjera në sektorin publik, por siç ka ndodhur dhe më parë kur kemi rritur pagën minimale, do të rriten dhe në sektorin privat. Kështu do të rriten pagat për mësuesit, do të rriten pagat për mjekët dhe infermierët, do të rriten pagat për punonjësit e policisë, për ushtarakët dhe për të gjithë të tjerët, duke filluar sigurisht nga ata që marrin pagë minimale, gjithë sanitare, punonjës mbështetës, shoferë etj. Që nga janari do ta kenë pagën 500 euro. Tjetra që është shumë e rëndësishme është që për sektorin privat kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 9 muajt e parë do t'i paguajë qeveria në mënyrë që paga të merret e plot nga punonjësit pa krijuar një shqetësim në aspektin financiar për kompanitë dhe në ndërkohë kontributet e sigurimeve shoqërore shëndetësore po ashtu të mos mungojnë për asnjë muaj. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme ta theksoj sepse kjo është diçka që thuhet, por thuhet gabim. Jo vetëm që ne kemi vendin me taksa më të ulta në të gjithë rajonin, se nuk po diskutojmë fare Europën, por do të vazhdojmë të jemi vendi i vetëm, rast unikal, dhe këtë e kemi bërë me vetdijet plot dhe me një qëllim strategjik për të ndihmuar ekonominë familjare, vendi ku nuk ka taks për biznesin e vogël dhe ku biznesi i vogël nuk paguan tatim fitimi, e ka zero. Dhe kështu do të vazhdojmë ta mbajmë siç jemi zotuar deri në fund të këtij mandati në vitin 2029. Që do të thotë që biznesi i vogël do vazhdoj të paguaj vetëm kontributet shëndetësore dhe shoqërore për çdo të punësuar, sepse ato nuk janë taks, ato janë e drejta e gjithë secilit për të pasur shërbimin shëndetësor dhe për të pasur pensionin. Nga ana tjetër, ne në këtë plan të ri për 2026 kemi futur edhe atë që e kemi shpjeguar gjatë fushatës, paqen fiskale. Paqja fiskale është një marrëveshje me sipërmarrjen për të rënë dakord sipërmarrja me administratën tatimore për të paguar një shumë të dakordsuar tatimi duke rënë dakord për shifrën e rritjes së parashikuar të ardhurave të kompanisë. Kjo do të bëjë që kompanitë të paguajnë dhe të mos kenë kontrole, të mos kenë probleme me burokracinë dhe nga ana tjetër kjo do të bëjë që të ardhurat në buxhetin e shtetit të planifikohen dhe të realizohen pa shpenzuar energji të cilat pastaj shkojnë rëndom në dëm të kompanive për kontrole, për inspektime e kështu me radhë. Nga ana tjetër do japim mundësi kompanive që të rishikojnë bilancet e tyre dhe të korrigjojnë bilancet e 3 viteve të mëparshme, duke bërë që për çdo bilanc të korrigjuar me rritje, tatimi që ata do të paguajnë të jetë vetëm 5%. Edhe ky është një favor i rëndësishëm për sipërmarrjen që sigurisht do të përkthehet pastaj edhe në rritje të ardhurave, por edhe në përmirësim të situatës së atyre që punojnë në sektorin privat. Më tutje akoma duhet të them që në buxhetin e vitit 2026 rriten që të gjitha angazhimet e shtetit. Rriten investimet,
rriten të gjitha ato shpenzime të solidaritetit shoqëror për pjesën që i takon kategorive më në nevojë, dhe ka dhe një komponent tjetër që më vjen shumë mirë që na u krijua edhe këtu mundësia që ta realizojmë, sepse kemi bërë shumë, vërtet shumë, për transformimin e infrastrukturës spitaleve dhe edhe për transformimin e infrastrukturës dhe të logjistikës së spitalit onkologjik. Por si që jemi gjithë të vetëdijshëm, për fat keq, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën dhe prandaj edhe në Shqipëri, se s'ka Shqipëria në një arsye specifike, kemi një rritje të vazhdueshme të numrave të njerëzve që preken nga kanceri. Dhe kjo do të thotë një rritje vazhdueshme e barës për të kujdesur për më shumë njerëz. Ajo që ka ndodhur para disa kohësh në spitalin onkologjik mund të jetë harruar për shumë kënd, por nuk është harruar për ne, dhe problemi kryesor që pastaj shkakton edhe pasoja si ato që pam në atë ngjarje aq revoltuese në spitalin onkologjik, është se barnat për kurimin e kancerit janë shumë të kushtueshme. Dhe ndërkohë, ne shërbimin spitalor e ofrojmë falas për të gjithë. Që kjo gjë shpesh herë përqeshet dhe harrohet, por e ofrojmë falas për të gjithë. Dhe pavarësisht se janë të siguruar apo se janë të siguruar, njerëzit që trokasin në derën e spitalit marrin njësoj për kujdesje. Dhe duke qenë se barnat janë shumë të kushtueshme, duke qenë se numri i pacientëve nuk është i vogël, atëhere për vite na ka ndodhur që të mos jemi në gjendje të përgjigjemi nevojave. Dhe duke mos qenë në gjendje të përgjigjemi nevojave, pastaj krijohen ato situata të tjera. Në buxhetin e vitit që vjen, për herë të parë, kemi vendosur një fond të posaçëm për të mbuluar të gjithë nevojën për barnat e onkologjikut. Dhe kështu do të bëjmë të mundur që të gjithë ata që do të trokasin në derën e atij spitali për të luftuar për jetën e tyre, të mos ndjejnë mungesën e përkujdesit për shkak të mungesës barnave. Në ndërkohë që do të angazhohemi për të krijuar edhe në Shqipëri një institucion ekselence për luftën kundër kancerit, një institucion kombëtar të tumoreve, siç e kanë shumë vende të Europës, dhe kemi filluar punën edhe për këtë. Dhe paralelisht, ju e pat, ne ishim në Itali, kemi firmosur një sër marrëveshje shumë të rëndësishme në aspektin ekonomik dhe financiar me qeverinë italiane, dhe një nga pikat që kemi në marrëveshjen kuadër që unë firmosa së bashku me Qeverinë e Italisë, është bashkëpunimi strategjik edhe në funksion të shëndetit. Dhe kjo pikë i hap rrugë edhe partneriteti strategjik që kemi lançuar përpara, por që edhe ai u përfol si një shfaqje fushate, për të sjellë në QSUT si partner që do të marrë pjesë në të gjithë procesin e administrimit dhe në të gjithë procesin e shkëmbimeve të dijes dhe në procesin e vizitave të punës të mjekëve, spitalin San Rafaelet Milanos, që është një nga ekselencat e shëndetësisë europiane. Dhe kështu me planin që kemi në fund këtij mandati, që QSUT-ja do të jetë pa diskutim një nga spitalet
që do t'jem pikë referimi në të gjithë Ballkanin. Këto ishin pak a shumë gjërat që unë doja të prekja përpara sa t'ju japim fjalën, sepse nuk jemi këtu që të flasim ne dhe që të dëgjoni ju, nuk jemi këtu sepse kemi ndonjë fushat elektorale, fushata ka mbaruar. Ne I fituam zgjedhjet me rezultatin më të mirë historik për Partinë Socialiste. Morëm një besim që është një barë shumë e madhe për mua personalisht dhe për gjithë ne, me 83 mandate dhe na dhanë shqiptarët 83 mandate pikërisht për të bërë të mundur atë që të gjithë bashku duam të realizojmë, që gjatë kësaj dekade që mbyllet në 2030, ne të mbyllim negociatat teknike me Bashkimin Evropian 2027 dhe pastaj të mbyllim me negociatën politike, duke e ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë. Por paralelisht duke rritur ekonominë, duke rritur të ardhurat për familjet, duke rritur standardet, duke forcuar institucionet dhe edhe këto dëgjesa që ne, ju e dini shumë mirë, I kemi bërë një cikël të parë me njëherë mbas zgjedhjeve, ku kemi mbledhur rreth 2000 problematika nga të gjitha njësitë të cilat kërkojnë adresim, janë pjesë e pikërisht kësaj rritjeje të barrës së përgjegjësisë dhe të detyrimit që ne kemi ndaj jush dhe që kemi ndaj njerëzve për t'ju qenë edhe më pranë, për t'i dëgjuar edhe më shumë dhe për të bërë të pamundurën për të plotësuar sa më shumë prej atyre nevojave dhe prej atyre kërkesave që njerëzit kanë. Kjo buron pikërisht nga fakti që votën e marë duhet dhe do ta kthejmë në dobi të çdo shqiptari, të çdo komuniteti, të çdo lagje, çdo qyteti. Natyrisht që nuk është normale që unë t'jem pjesë e diskutimit për buxhetin e bashkisë, duhet ishte kryetari I bashkisë, por ju e dini shumë mirë situatën si është zhvilluar, është për të ardhur keq, po ka shumë gjëra për të ardhur keq, kështu që përfundimisht s'ka që na vjen keq fare, po duhet të shohim përpara që çfarë nuk thuhet në këtë vend, po nuk është vetëm ky vend, është gjithë bota që jeton në një atmosferë të helmatisur nga dhjetrat e titujve në sekond që dalin në për faqet dhe ndërfaqet e botës digjitale dhe ndër 100 tituj që lexoni ju siguroj për sa më takon dhe për sa na takon 95 janë ose gjysmë vërteta që janë gënjeshtat më të mëdha ose janë komplet rrena. Dhe e solla këtë në vëmendje sepse kur kryetari I bashkisë u mor nga zyra për të mbyllur në qeli pa gjyq. Atëherë për herë të parë e ngrita zërin lidhur me një proces në të drejtësisë, duke thënë që kjo është disproporcionale për faktin se cilado qoftë arsyeja ose cilado qofshin arsyet pse drejtësia heton kryetarin e bashkisë janë të pamjaftueshme si arsye për sa kohë kryetari I bashkisë nuk ka vrarë njeri dhe nuk është kapur në flagrancë duke bërë një krip, për ta lënë Tiranën pa kryetar bashkie të zgjedhur. Gjithsesi, pavarësisht se çfarë ne mund të themi ose të mendojmë, drejtësia është e pavarur. Fal një hapi të jashtëzakonshëm që ka bërë Partia Socialiste për ta pavarësuar drejtësinë në Shqipëri,
pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar kur drejtësia s'ka qenë kurrë e pavarur. Pastaj koha kaloi në të gjitha shkallët ku kryetari i bashkisë kërkoi rikthimin në detyrë dhe hetimin në gjendje të lirë e humbi gjyshin dhe kur u ezauruan gjitha shkallët ishte gjëja më normale që të mendohej për qytetin, të mendohej për njerëzit që kanë dhe ata një të drejtë shumë të madhe themelore, e drejta për të qeverisur nga të zgjedhurit e tyre. Dhe kjo ishte arsyeja pse ne ndërmorëm hapin tjetër, që të hapim rrugën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Nuk ishte një hap për të fajsuar kryetarin e bashkisë, as një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë mungonte në detyrë se kishte arsye të veta. Po ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti, asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Pavarësisht gjithë punës madhe dhe përpjekjes që bën Anuela bashkë me nënkryetarët, qyteti ka nevojë për të zgjedhurin legjitim që ta drejtojë atë. Është gjëja më normale. Dhe pavarësisht përpjekjes që bëm, përsëri nuk ja dolëm, sepse gjykata kushtetuese refuzoi t'i hap rrugë zgjedhjeve në Tiranë, duke përcaktuar pamundësinë e kryetarit të bashkisë për të qenë në detyrë dhe nga ana tjetër duke përcaktuar që nuk është e drejta e Këshillit Bashkiak dhe e qeverisë që të hapin rrugën e zgjedhjeve duke e larguar kryetarin e bashkisë për sa kohë ai ka munguar sepse nuk i është dhënë mundësia që të vijë. Është një vendim gjykate, nuk diskutohet që ne respektojmë, madje unë nuk kam asnjë arsye të besoj që gjykata kushtetuese ka bërë politik në këtë rast. S'kam arsye ta besoj, kam arsye të besoj që gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe. Por mendimi ndryshe i gjykatës kushtetuese të çon në konkluzionin që kur kryetari i bashkisë shkoi atje për të kërkuar të kthehet në zyrë, gjykata kushtetuese ta kthej në zyrë. Sepse vetë ka thënë që nuk mund bëhen zgjedhje në Tiranë sepse ai është i zgjedhuri. Atëherë duhet ta kthejnë në zyrë. Në mënyrë që të normalizohet një situatë që është një situatë çdo ditë dhe më e vështirë për kryeqytetin. Dhe këtë gjë po ja u them sepse duke ndjekur ecurinë e punëve në Tiranë për shkak të kësaj situate, e shoh që çdo ditë bëhet dhe më e vështirë. Nuk është normale. Por, thënë gjithë kjo, ne këtu jemi për të bërë më të mirën për qytetin. Ne këtu jemi për të dhënë të gjithë një dorë në kushtet kur ka një problem qyteti që është mungesa e personit që ka zgjedhur. Dhe prandaj jemi bërë gjithë bashkë për ta shtyrë përpara punën e Tiranës, sepse nga ana tjetër, pavarësisht se çfarë mendojnë njerëzit që jetojnë në këtë qytet, duan shërbimet. Duan rrugën, duan kopshin, duan çerdhen, duan pastrimin, duan të gjitha me radhë, gjë që ne duhet bëjmë çmos që t'i kenë. Dhe duke e vlerësuar maksimalisht rëndësinë e kësaj detyre, jemi edhe sot këtu, së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet, së bashku me Delinën, që është Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit dhe që po ashtu ka barën e drejtimit politik të skuadrës së deputetëve apo
të përfaqësuesve të Partisë Socialiste në këtë njësi dhe natyrisht bashku me ju. Kështu që fjalën e ka cili do dhe cila do që e dëshiron për të bërë pyetje dhe për të ngritur probleme. Ka një mikrofon që po. Atëherë, përshëndetje. Të lutem se është ai mbrapa që e ka marrë fjalën.